أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, e lutim Allahun e Madhërisëm që të gjitha adhurimet tona që i kemi bërë në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, Allahu na i pranon. E lutim Allahun e Madhërisëm që për shkak të këtij Ramazanit madhështor, ku Allahu Dhul Xhelal ja mundson secilit prej nesh të fiton nga mëshira e tij dhe të fiton prej bekimeve të tija, Allah i Madhërisëm inshallah na mbulon me mëshirën dhe bekimet e tija. As punon është. Hajde se nina unë edhe pa mikrofon, s'ka gojle, veç jashtë njët. A e shefni sa është kudreti njerit. Nëse nuk ka mikrofon, nuk ka altoparlant, zoni i tij mrin deri dikun. Ka kufi. Këtë shisat tona që i kemi na me veti kanë kufi. Këtë organet që i kemi kanë afat përdorimi. Tu plak, tu përdor, ato paksohet efikasiteti i tyre. Për me kuptu një gjanë, se cili për nesh, se na jemi krijesat Zotit me mundësit kufizume dhe nevoja jonë për Allahun është e përhershme. Se Allahu Dhul Xhelal është i gjithdijshëm, i gjithfuqishëm, i gjithmundshëm, i gjithmëshirshëm, e kështu me radhë. Krejt çka ka prej cilësive të tija janë të plota dhe të përsosura. Dhe për këto arsye, sado që mrin ti në dituri, sado që mrin ti në pushtet, sado që mrin ti në pasuri, sado që mrin ti në famë, krejt të komponente, në vend se me të bëjë ty më të fort e më të madh, realisht të bëjnë edhe më të nevojshëm për Allahun Dhul Xhelal. Edhe nevoja jote për Allahun, sa ma shumë që shton dituri, shtohet nevoja jote për Allah. Sa ma shumë që shton pushtet, shtohet nevoja jote për Allahun. Sa ma shumë që shton pasuri, shtohet nevoja jote për Allahun. E kjo për me kuptu ajetin kuranor ku Allahu Dhul Xhelal thot: Ja juhen nas, antumul fuqaraa ila Allah. O ju njerëz, ju jeni fukara te Allahu Dhul Xhelal, ju jeni nevojtar. Ju jeni të ngrat. Wallahu huwa al-Ghaniyyu al-Hamid. Allah është i pasuri, absolut, dhe është i lavdëruari në të gjitha situatat dhe rrethanat. Se krejt çka bën ai subhanahu wa taala është e sakt, është e drejt, është e bukur dhe është e dobishme. Krejt çka bën Allahu Dhul Xhelal me ne, është e sakt, është e drejt, është e bukur dhe është e dobishme. E sikur na njerëzit, kjo vogëlsia jonë, ne jemi të vegjël o vllazë, ka shimadhisë të ti. Toka si tokë, në mesin e planeteve është prej më të voglave. Toka si tokë, në mesin e planeteve është prej më të voglave. E paramendon na njerëzit në këtë tokë sa të vegjël jemi. E ka nërë në rritet menja, edhe e qëjmë hunën për pjetë, e kujtojmë se kush jemi na. Kur kush? Ulemat kanë thonë, kush është njeriu?
Njeriu është një krijesë e cila nis me një pikë ujë, del nga vendi i ujit, edhe në fund bëhet një gjenaze e palëvizshme. Plu e hin tokë, kalbet, e s'jet asgjë prej tij. Që kjo është njeriu, që shpesh herë din me tregu më thonë, din kush jam unë? Ose pa e thonë këtë fjalë, kur e thirr Allahu dhu xhelal, hayy ala salah, e janë namaz, hayy ala falah, e janë shpëtim. Ai me arrogancë, me mendjemadhësi, vazhdon punën e vet, vazhdon qefin e vet, vazhdon rrin kafe, rrin qajtore, vazhdon punën, vazhdon me lut futball, vazhdon me net televizor, vazhdon me net telefon, dhe nuk i përgjigjet thirrjes Allahu dhu xhelal. Ai mendon se kjo arrogancë e tij, kjo mendjemadhësia e tij në këtë botë, ka me i bo dobi ati kur del për Allahu dhu xhelal. Wallahi ja. Asnjëherë. Andaj tregon Allahu dhu xhelal në Kur'anin Fisnik, kur frin buria, Israfili, kur i bjerë buris me shkatru dynjan, me shkatru krejt këtë gjithësi, edhe vdesin krejt krijesat, sa që vdes edhe vet Israfili, s'ka as një krijes, hiq, miliarda, triliona, sa ka krijesa njerëzi, dhe krijesa tjera, insekte, zvaranik, kafsh, mikrobe, bakterje, që na do i shohim e do si shohim, krejt ato vdesin. Krejt ato përfundojnë. S'ka as kush veç Rabbul Alemin. Edhe thotë Allahu dhu xhelal, limenil mulkul yawm. Sot kujt i takon mbretënia dhe pushteti? Kush mundet me dalë karshi? Ku janë? Ku janë ata perandor, ata mbretër, ata miliardera, ata të fuqishëm, ata generala, ata ushtri, ata ku janë? S'ka. La tesma lehum hamsa. Nuk ka as një pëshpëritje. As pëshpësh me bo dikush nuk ka. Ketë kanë dhek. Kretë janë shkatru. Limenil mulkul yawm. Sot kujt i takon mbretënia dhe pushteti? S'ka kush e përgjigje. E tregon Allahu dhu xhelal vetë këtë ndodhi që ka me ndodhë, masi të prishet dynjaja, për me tregu madhështinë e tij, për me tregu madhërinë e tij, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, se Allahu është i gjithmonë mbi robët e tij. Pushteti i Allahu dhu xhelal mbi njerëzit është i domosdoshëm, është i fuqishëm, s'ka mundësi askush me ikë fuqisë të tij, la radde li qadaihi. Askush s'ka mundësi me kthy prap vendimin Allahu dhu xhelal. Ai është fa'alun lima yurid. Allahu është ai që kur don me bë diçka, s'ka kush e nal nga veprimi i asaj që ka vendosur Allahu dhu xhelal. Ne prej mangësive të shumta që kemi, njëra prej mangësive që na e kemi është se nuk e njohim sa duhet Allahun dhu xhelal. Andaj Allahu dhu xhelal thot: "Wa ma dhannukum bi rabbil alamin." Çka keni mendu ju për Allahun dhu xhelal? Çka keni mendu? Se Allahu dhu xhelal nuk ka mundësi me çun vend urdhin e tij, se Allahu nuk ka mundësi me shkatru zullumçarin, se Allahu nuk ka mundësi me dhon fund të prishtit, kriminalit, diktatorit, ati që bën gjenocide, jo. Këtë ka mundësi Allahu dhu xhelal mi bo. Se fuqia e tij është absolute, s'ka kush i del karshi vendimit të tij edhe fuqisë të tij. Por, si që thotë Allahu dhu xhelal, "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun."
Mos e llogaritni Allahun shpërfillës, gafil, ndaj asaj që e bëjnë zullumqarët. E shef Allahu keq çka ndodh. Për kejtve, muslimanëve dhe jo muslimanëve, të mirëve dhe të këqijve, të leshtëve dhe të fortëve. Keq e shef, keq e përcjell. Andaj thot Allahu dhe mos mendoni se kanë ardhur neve na shkon mendja thonë, e ku është Zoti? E pse len Zoti mendon këto gjëra? Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos mendoni se Allahu nuk e sheh ato që i bëjnë zonjat. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Por Allahu e vonon ndëshkimin ndaj tyre për ditën që ngelet shikimi i drejtuar drejt një drejtimit, në momentin e vdekjes dhe pas vdekjes i vjen ndëshkimi edhe më i dhëmshëm, edhe më pikëllues. Allah është i gjithdijshëm, edhe është i gjithurt, edhe mas mirë ti e din se cilin ndëshkim, cilit zullumqar i vjen më mirë. Atë na nuk e di. Se thot Allahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu është ai që e din, e ju nuk e dini. Andaj, Allahu Dhul Gjelal kërkon për neve që na me njoft madhin e ti, me kuptu fuqin e ti, dhe me ju nështru urnave të ti. Për kësaj, na sa jemi të vegjel, e sa jemi të dopt, bëmi të mëdhej, bëmi të fort. Jo vetvetiju, jo nga dija jon, jo nga ibadeti jon, jo nga pasuria jon, jo nga pushteti jon, jo nga shoqëria që kemi, jo. Për në momentin që na lidhemi me Allahun Dhul Gjelal, i nështrohemi Allahut, i mbështetemi madhnisë të ti, atë na jemi të fort. Thot Allahu Dhul Gjelal për Shuaimin a.s. Fa'awa ila ruknin shedid. Mbështet në shtyllën e fort. E s'ka ma mirë se unë shtet njeriu të Rabbul Alemini. Atëherë, kur t'jesh në udhën e Zotit, do në memri qëllimet e Zotit, mbështetesh në madhin e Zotit, kushdo që është para te është i vogël, kushdo që është para te është i dopt, kushdo që është para te nuk ka mundësi me të pengu në rrugën tonë. Thëtë Allahu Dhul Gjelal për Musa a.s. Inni khtartuke ja Musa, unë të zgjodha ti o Musa. Për çka? Të zgjodha ty dhe të dhash një detyr, një amanet më të randin në mesin e pejgamberëve. E cili është ai amanet, cila është ai detyr, me shku me a përcjell porosit e mia një njeriut i cili është të mendu se është Zot si une. Të mendu se ai ka fuqi si kur se fuqia jeme. Se ai mundet me bo të shka donë, si kur se muj me bo une të shka du. Kush ka naj? Ishte Faraoni. Faraoni cili i theke banorve të Egjiptit në atë kohë, Egjiptianëve të lasht, edhe Izraelitëve që ishin aty, ene rabbukumul a'la. Unë, thëke Faraoni, jam Zoti juve ma i madhi. S'ka Zot tjetër përveç meje. Unë jam Zoti juve. S'ka Zot, unë jam Zot. Sot shumë njerëz, shumë mbretër, shumë kryetar, shumë pasanik e thejnë jo me lafe, po e thejnë me veprat e tyre këtë fjali. Unë jam Zot, çka du bëj, s'ka kush më ndal. Kur du me bo luft, bëj. Kur du me bo paqe, bëj. Kur du me bo blokade ekonomike, ndonjëherë i bëj. Kur du me i dhon, i jap. Njëjtat fjalë që i ka thonë Nemrudi për para, kohën e Ibrahimit a.s., e Faraoni, kohën e Musa a.s., dhe këta faraonat e vegjël sot, njëjtat fjalë i thënë, po ndoshta në forma tjera. Allahu Dhul Gjelal e zgjodhi Musën a.s. mas një përgatitje që shkoje fjalët e Zotit që qoje këti njeriu të kaq të keq. Sa që kejt zullumqarëve të botës mas ti i themi Faraon.
se nuk ka njeri më të keq se ai që pretendon se është Zot veç Allahu Dhul Xhelal. E kishte zgjedh Allahu Dhul Xhelal Musajin alayhis salam, edhe normalisht ja dha në ndihmë vllavin e tij Harunin alayhis salam dhe u tha Allahu idhhaba ila Firauna innehu tagha. Shkoni te faraoni të ditë, se këtë kufit ka kalu. E tash ja ku me shkuna? Ai zullumqar, kriminal, despot, tiran, vret, pret, se një delë kërkush ka shi, ushtrin e madhe, fallxor plot, pasurisa dush. Është rëfimi i Musës a.s. me faraonin, elhamdulillah, Kurani ka shumë ajete që folin për këtë tregim, ja vlen besimtari mi lezu këto ajete edhe me i analizu porosi që dalin nga ballafaqimi i Musës a.s. me faraonin. S'ke tema me fol për këtë, po masi u nalt puna e mikrofonit, dolëm për temas që kam përgatit, po foli për këtë pjesë. Është rrëfim kuranor surën Kasas, edhe në surët tjera ki plot ajete që flasin për këtë ballafaqim të Musait a.s. me faraonin. Idhhaba ila Firauna innehu tagha. Këtë kufiti ka kalu. O Zot, ku shkoj unë ataj? Zullumqar, agresor. Do të une, Musa a.s. ju e dini se e kishte një behane në të folurit. Kur kishte qenë i vogël për me shpëtu nga vendimi faraonit që mi mbyt këtë djemt e benu Israelve që jetonin në Egjipt, për me kallëzu se kjo është fëmijë si këtë fëmijët, e kishte marrë një gacë, e kishte shtingoj të menu se hat, edhe kishte lanë gjurmë në gjuhën e tij, edhe ai se në folke mirë. E i tha Allahu Dhul Xhelal, ij'al li Haruna akhi, Harunin vllavin tem, bëne ndihmësin tem. Pse? Se ajo është ma orator se une. A i fol pa penges, e une kur foli, gjuha pengohet, e së një thanë fjalë tamam. Andaj Allahu Dhul Xhelal, Musën a.s. ja shoqoi edhe Harunin a.s. dhe dytë i qojtë e faraoni. Dobësia e tyre ishte e dukshme. Mirë po, qka u tha Allahu Dhul Xhelal? Idhhaba inni ma'akuma asma wa ara, unë jam me ju, unë ju shof edhe ndëgjej këtë atë që ka me ndodhë. Kjo që unë jam me ju, kjo ishte pajenta ku dosha me mri. Se këta ishin dy, po me gjithat e ishin dopt kërshi faraonit, se ishte kulmin e zullumit, e kishin frikë, se nuk kanë më arrit qëllimin, e u tha Allahu Dhul Xhelal, inni ma'akuma asma wa ara, unë jam me juve, mos u tut. Unë jam me juve, mos u nal. Unë jam me juve, kemi arrit qëllimit. Andaj, kur besimtari kërkon ndihmën e Allahut e gjen, kur mbështetet te Allahu forcohet, kur li bereqetin prej tij, i shtohet bereqetin pasurinë e tij. Na o vllazni, veç se themi Bismillah, veç se përmeni emrin Allahut kur ham, e kur pim, e kur him, e kur nisim pun, e kur ketë pun që i bëjmë jetën tonë nisim me Bismillah, krejt në ato veprime Allahu jep bereqet që na nuk e shohim. Ama se cili për nesh e vëren. Po du me vë thonë këtë fakt, shkupi me rëthin në aspektin ekonomik të ardhunat mujore që u vinë bugjetet familjare, janë shumë ma pak se sa shpenzime që i kanë. Vinë 300, 400, 500, 700 euro rogë, ti argjon 800, 900.000. Edhe askush për neve nuk e mërvesht se me këtat ardhunat pakta, si në mbjetojmë, e kalojmë mujin, edhe si neve na jepet mundësi me ndihmue mrenda familjes, me dhonë antarësi në xhami, me dhonë hakin e hoxhës në xhami, me dhonë sadaka, me ndihmu një student, me ndihmu një fukara.
edhe me dhonë parën hastën të xhamia. Pika na vineve ato parët. Pi që kësaj që na kur ham themi bismillah, kur pim themi bismillah, kur him shpi bëjmë bismillah, kur janisim punës bëjmë bismillah. Ulemat e di që kanë thonë, pse thuhet tu Bismillahirrahmanirrahim? Shkonja B, do të thot me emër, me emrin e Allahut. Vetëm pse e përmendim emrin e Allahut, edhe përmendim dy cilësitë të Allahut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshirploti, vetë se përmendim emrin e Allahut, Allahun krejt çka ham, krejt çka pim, krejt çka mësojmë, krejt çka punojmë, krejt çka bëjmë, jep bereqet. Pse përmendet emrin e Allahut. Andaj, shumica e ulemave në komentimin e bismillahit e thënë që kjo bëja shoqëruese që thuhet është bëja e bereqetit. Është bëja e bereqetit. Se ku e përmendet emri i Allahut, na mbushet jeta me bereqet. Fillimisht pi gojës tonë, o vllazni. Kur themi na Bismillahirrahmanirrahim, ose kur themi Allahu Akbar, ose kur themi Subhanallah, ose kur themi Elhamdulillah, ose kur themi La hawla wala quwwata illa billah, këto dhikrat ku përmendim në madhninë e Tij subhanahu wa taala, këto neve na hapin bereqet fillimisht në zemrën tonë, ku na e vendosim me thonë Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, pastaj na hapin bereqet në mendjen tonë, ku e mendojmë si me thonë, pastaj na hapin bereqet në gjuhën tonë që e themi, pastaj na hapin bereqet në atë punën me të cilën e filluam me Bismillah, me emrin të Allahut. Na nuk e vërejmë, as nuk e avnojmë mendjen, vëmendjen, ama realisht kjo është ajo që neve na sjell përmendja Allahut. Paramendo kur të kërkosh të ndihmën e Tij, edhe për krahjen e Tij. Edhe kjo neve na ndodh vazhdimisht namaz o vllazni, por na nuk e vërejmë edhe këtë nuk e mendojmë. Na ju e dini gjithë se në çdo rekat për rukneve të namazit është leximi i Kuranit, te disa ulemat, te disa mëdhëbe është leximi i Fatihas, është rukni i namazit. Pa te s'ka namaz. Po ajka e surës Fatiha është ajeti që besoj që shumica për neve din, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty o Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Do të thotë çdo rekat kur e këndon Fatihan, thu Zotit, o Zot, unë ndihmën tënde e kërkoj. O Zot, ndihmom. Normalisht kjo ndihmës që na e themi në surën Fatiha e ka për qëllimin, o Zot, më ndihmo mu me të adhuru ashtu siç e meriton ti, o Zot. Se me arrit nivelin më të lartë të adhurimit nuk është lehtë. Unë s'kam takat, s'kam fuqi, s'kam dije, s'kam përvojë, s'kam mosh, nuk di unë se si me të adhuru ty ashtu si e meriton ti. Ama ndihmom ti mua që të mnudh. Për shembull, të shkon dikon me ec, e din ti ka pak udh, ama tu kam përzi, i thu dikujt për vendalivej, ndihmom pak që të mnudh. Sa dal nudhët pjesore masa unë orientona. Edhe na i themi Rabbul, o Zot, ndihmom sa dal nudh, se masa ne orientona. E kjo nevojë për Allahun është e vazhdueshme. Edhe na për çdo rekat e lipim dhe t'jeni të bindur, kush lip me insistim për Allahut, sigurisht se Allahu ja jep. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, is'alullaha, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijaba. Lutni Allahun të bindun se Allahu ka më ju përgjigj kërkesës tuaj, lutjes tuaj. Dhe thot Allahu dal, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. E kur lutet robi jem të unë, thuaj, unë jam afër atij. Allahu është afër neve dhe pret lutjet tona që t'i përgjigjet këtyre lutjeve që na i bëjmë. Andaj na kur kërkojmë ndihmë prej Allahut, t'jesh i bindur se Allahu veçmo është na e dhon ndihmën e Tij. Andaj
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit, djalit agjes së tij, i cili ishte i vogël, ama merakli me mësu fen. I shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para mas. Ibn Abbas radiallahu anhuma o kon i vogël, 3-14 vjeçar, ama i shkon te para mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me mësu fen prej tij. E një ditë e kishte marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ten devën e tij. Dhe i tha Ibn Abbasit radiallahu anhuma, ja gulam, o djalosh, inni muallimuka kelimat, du me t'i mësu do fjalë, du me t'i dhonë do porosi, du me t'alon një amanet, që ta mojsh men mirë, ti dhe dua përcjellë shtjerve pas se ti je i ri. Edhe man men mirë, po nëse punon me atë që ka me të thonë, ka me të bo dobin këtë jetën tonë. E Ibn Abbas radiallahu anhuma ka fitu shumë nga kujdesi i tij që kishte me mësu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është porosi për fëmijët e tonë. Të rinë afër hoxhallarëve, të mësojnë nga këshillat dhe porositë e tyre. Të rinë afër gjyshërve të vetë, të mësojnë nga përvoja e jetës së tyre. Po të rinë afër edhe babës së vetë, e të fitojnë nga këshillat dhe porositë e babës vetë. Mos mendoje dikush që është i ri, se din ma shumë se baba i vetë, e ma shumë se gjyshi i vetë, e ma shumë se hoxha i vetë. Se në ndodh fatkeqësisht kur njeriu din pak, i rritet mendja, edhe mendon se atë që e din ai se din kurkush. Edhe andaj ulemat kanë thonë, dituria është 3 plamë, kush hin plamën e parë bëhet me një madh. Se nëse i kam mësu 2-3 mesele, i ka lezu 2-3 libra, ka fillu me nuhad mesele diturisë, i rritet mendja. E plama e dytë, kushin plamën e dytë, bëhet modest. E kushin plamën e tretë, e merr vesh se sa do që mëson, përsëri ajo që mëson është pak. Edhe kur nuk i shkon mendja me thonë se unë e di shumë. E shumica e njerëzve janë plamën e parë, edhe andaj u rritet mendja edhe fillojnë me thonë baba s'di kur gjohën e di shumë. Fillojnë me thonë babgjishi s'di as gjohën e di shumë. Hoxha i mahallës, hoxha i xhamisë nuk din sa di une. Mos. Kjo është prej mashtimeve më të mëdha që e bën shejtani njeriu. Edhe e privon nga përfitimi i shumë diturive të rëndësishme, të cilët mund mi marrë njeri nga babgjishi i tij, nga baba i tij, nga hoxha i tij, nga plaku i mallës së tij, nga plaku i fisit të tij, sepse ata kanë diçka që s'mundesh me gjetë në libër. As në jetën akademike, është shkolla e përvojës. Është shkolla e përvojës. E Ibn Abbas radiallahu anhu, me gjithë se Allah i kishte dhënë mençuri, plus boni dua për te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil, o Zot, bëja të mundshme ta kuptoje mirë fen, edhe bëja të mundshme ta kuptoje mirë Kur'anin, ta bëje tefsir Kur'anin. Domthon edhe Allah e kishte dhënë inteligjencën, mençurinë, plus duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë pa ai kur një herë nuk theke se unë e di shumë, e me thonë s'kam nevoj me net me kërkan. Jo, a i deri sa u plak, u sheke mas ulemave. Se ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkek ati, mas, para mas. Kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkeke të sahabët e vjetër, të Ebu Bekrit, të Omerit, të Osmani, aty mu shkeke para mas. Ani se kinë do meselit, do i dike ma shumë se ata. Ama jo, ata janë më të vjetrit, ata janë më të mëjt, na para mas ati do të më shku. Deri sa shkun sahabët e vjetër pleq, e i boni ki do vjetë henes, filloj ki me fol. Andaj, njeri sa është i ri, mledh. Kur t'i boje do vjetë, henes fillon me derdh. E të na ka ndodh, po ndodh, halo pa mledh për nis me derdh. O vla, s'kiti për me derdh.
Edhe kjo ndodh me xhamatin. Xhamati zakonisht është mejdan të mbledhmes. Mos mundo me derdh se s'kish ka me derdh. Je në mejdan mbledh. Se edhe atë që e mbledh shpejt e harxhon s'jet për me derdh. E hoxhallarët e ri, sidomos ata, duhet me mbledh. Edhe pi secilis lule, pi secilis pemë, pi secilis fush, mos e zgjedh, mos e dallo, se për këtë ki nevojë. Sikur se pazari jon, s'ka veç drithna, as veç pemë, as veç perime, po krejt këto drithnat, pemë, perimet, e japin begatin e pazarit edhe na kemi nevojë për krejt gjona, shkojmë blejmë për çdo gjë sa kemi nevojë. Për diçka kemi nevojë më shumë, sikurse puna e miellit, për diçka kena nevojë shumë, sikurse puna e vajrave, për diçka kena nevojë më pak, sikurse puna e kriprave. Ashtu është edhe puna e dijes. E Ibn Abasi radhiyallahu anhu e mori këtë porosi dhe na e përcilli neve. Çka ishte mes tjerave? Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Kur të lipish diçka, lip e pi Zotit, pi askujt tjetër. Edhe kur të kish nevojë, kërkon nevojën tonë pi Zotit, pi askujt tjetër. A nevoja jonë për Allahun është e vazhdueshme, siç e përmendëm në fillim. Edhe andaj kemi nevojë na me u mbështet në Allahun dhe me kërku ndihmën e Tij, ashtu na bëhemi të fuqishëm edhe në dunjë, po bëhemi të mëdhej edhe në ahiret kur dalim para Allahut dhul xhelal. E nisa këtë porosi dhe këshill me sebeb të ndaljes së zonit të mikrofonit për me kuptu se na kemi mangësi, kemi dobësi dhe nevoja jonë është e madhe për Allahun dhul xhelal vazhdimisht, edhe sa më herët që e kuptojmë, edhe sa më herët që anisim me lip ndihmën e Allahut dhul xhelal dhe forcohemi me mbështetjen tek Ai, aq më shpejt Allahu neve na bën të fortë, na bën të vendost, edhe na e leton të gjitha vështirësitë inshallah taala. Elusë Allahu në madheshëm që Allahu me në mbulu me mshirën e vetë, me në e falë gabimet tona, me në e pranu adhurimet tona, dhe ashtu si në ka bashkuar në këtë xhami, në këtë ibadet, në këtë punë të mirë, Allahu në bashkoft në gjendë të Firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.